kemi tensinë sot që të mirëpresim këtë event. Prania juaj dëshmon qartë se menaxhimi i dhimbjes është një nga sfidat më të rëndësishme dhe njëkohësisht një nga përgjegjësitë më humane të sistemit tonë shëndetësor. Jam nderuar që në emër të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale të jem pjesë në këtë konferencë në drejtim të një entiteti tepër të rëndësishëm siç është dhimbja. Në emër të Kryesisë Akademisë së Shkencave të përshëndes këtë aktivitet të rëndësishëm. Maybe his example can encourage younger professionals in the field of medicine as well. Është një privilegj për mua që të kem mundësi të përshëndes në këtë takim shkencor që tregon një bashkëpunim kombëtar dhe ndërkombëtar. Në të diskutim që do bëhet për dhimbje kronike, terapinë e saj. I'm very happy to contribute to underline the importance and the interest of this Congress, which addresses so many and so different aspects of pain. Apostle Vaso was an early founder of the Albanian Pain Association, Albania's chapter in the International Association for the Study of Pain. And he's been a leader in the Albanian pain medical system ever since. Unë sot do të flas për një histori, sepse lidhet me dhimbjen fantom.